Ti kujt i ke ngjarë më shumë, nënës apo babai? Babet më thonë bëhudin. Vërtet, ë? Pse ke qenë shumë i ngjashëm me ta? Po, na fizionomia. Çfarë ka pasur ai me merak? Çfarë kish më rave, thjesht na shikonte në mirët, ma ajo ishan dëshirat që na shikonte të tërë mirë. Më thej që e çove në Itali babain. Po. Pse zgjodhe ta çoje në Itali? Po gjasën për më mirë. Se në shumë doktora më të mirë, ilaçe të Po këtu si ishte mjekësia në Shqipëri? Se thonë që ti nuk e kupton në të vërtet nëse se ke kaluar vetë. Këtu është si mos më keq. Ne që kemi përjetuar, këtu nuk ti vije për të bërë vizitat as të fusin, se soi llasni në dyrave. Nëse mundej që kishte ai duhet të rrije tallshin ata ku tek aty për të bërë rrezë. Na vonon një rrim na 2 orë, na 3 orë për dyrë spitalit për korridoret, njerëz arrave doktori, njerëz punon në dera, njerëz përshëndetare rrezave. A kupton, na kanë I është shtyr babi disa herë kimio? Bëhet kimio pasi vetë në çon morën Italinë. Se filloi të bëj rrezat këtu, ai vetëm rrezat bëri. Vetëm rrezat bëri. Kimio nuk I morëm që këtu pastaj. Të lodh kur ti ke një njeri në spital Shumë. asgjë? Është shumë e lodhshme. Të lodh shumë, ë? Po. Është shumë. Po në Itali shkove për ta vizituar babai? Po aty më është vllai. Merre vetëm vllai. Ti vetë nuk shkove ta. Nuk shkova dot, isha me baktit këtu, Isha me kisha punë këtu. Babai deri kur zbuloi smundjen merre me baktit? Po, po. Deri ditën e fundit. Po si e zbuloi? Thjesht I dhanë goditje si I dhanë shenja, fillim dyshoni për paralizë, pastaj vajtën bën ato. A pra nuk po lëvizte, I dha një Po, bllokim. si fillim. Pastaj Lëvizje. vajtën bëri analizat, bëri ato skaner gjë, rezonancën. Që zbuluan. Deri ditën e fundit domethënë ai donte I ka dash shumë edhe Po, ai po. baktit. Po. Njerëzit gjejnë të përbashkëta asgjë. Sepse dikush mund të ketë një familjar mund ta ketë një familjar po një lloj si puna jote. Nuk e di ka plot se Çfarë do t'i thoja? Nuk e di, ndaj durim edhe Zoti, vetëm Zoti se nuk e vetëm asaj lloj gjë, nuk e çaj bën asnjë gjë. Vetëm çka ka shkruajt Zoti. Dhe ndaj durim, vetëm durim. Durime mundohet t'ja bësh gjitha çka ke mundësi. Po mirë, ti atëherë I bie jepi kadobët e mamas. Mami ajo ngel. Ja, s'është ajo ngeli, nënës tash ke edhe ti e ke merakun e saj. Po normale. Ë? Po normale. Ti vetë je I martuar? Jo, beqar. Beqar, ë? E ke me merak që je beqar? Merak, ka më merak, shemë se kisha kryuar dhe në familje, që familjen time. Sa vinë dhe mosha po ikin vitet. Djali I ri mo je? Po nuk po them se u plaka. 34 vjeç. Tani besoj është një moshë që duhet kriju familja. Nuk e njohur as një vajzë që ndoshta mundet të krijojë një familje? Jo, po nuk. Po për momentin jo, po më përpara, mos më thuaj mua vetëm për momentin ti. Po që na hyn pjesën e për atë punë që I kemi atë me çaja, do më vete. Se to do ndesh atje. Po pse s'ke dashuruar ti asnjë? Jo, asnjë. Vërtet, ë? Asnjë. Po që ke I poshtë ti. Unë tash ti më the do t'i them gjitha. Zoti ma. Asnjëherë nuk e dashuruar ti 34 vjeç? Jo, I çfarë asnjë. I çfarë, ë? Po në gjimnaz nuk dashurove? Jo. Pas ke dashuruar më duket në gjimnaz. Jo. Po nuk thua gjë. Dgjoj, unë nuk po të pyes për emër më. S'ka rëndësi emri. Edhe më them s'ka, nuk kisha, nuk kam pasur. Po mirë, po ti s'ke qenë dashurie e dikujt? Ata të se di jo. Ha? Ata nuk e di. Po mirë, s'ke patur ndonjëherë ndonjërin që ta ka shprehur? Jo. Çfarë thua? Po kur shef për shkakun kështu, ato historitë që janë kështu histori letrash, që shkruajnë histori dashurie me letra. S'di shkrimash, nuk le shkruaj dot. Nuk shkruan dot? Vërtet? Ore, jo të shkruash ti. Po ti s'di fare të shkruash. Do të shkruash diti se ke bërë gjimnazin për atë punë, po. Shikoj, ndjek këto programet me histori dashurie? Na njëherë kam kohë po. Kë, ndjek përputhet. Jo, ma na jem hall herë pas, mos nuk ka dele edhe koha se në orarin që janë ato, më jam punë, vetëm kur shikoj na jena telefon. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.